Domethënë të themi një gjë që duhet duhet thonë është që Lidhja Demokratike e Kosovës është në krizë ekzistenciale, sepse në momentin kur të kthehet Hashim Thaçi, edhe nëse ai vendos me rimar leadershipin e PDK-s, që ai mundet me vendos me shku të familja vet, ne nuk e dim atë punë. Nëse ai vendos me u rikthyn politik, edhe me udhëheq Partinë Demokratike të Kosovës, që unë mendoj që është parti serioze, edhe parti e konsoliduar, nuk do të ketë vend për LDK-n më. Ne do kemi përplasje titanësh, PDK-n me Hashim Thaçin një anë. Po mund të jetë LDK-ja si kingmaker. Absolutisht, unë mendoj që nuk do zhduket tërësisht me këtë çështje. Domethënë është. Po s'mundet LDK-ja të zhduket albatros, sepse LDK-ja për dallim nga tjerë, vetëm pak. Për dallim nga subjekte tjera politike din t'i ndroj kryetarët. Kushtrim, çka nuk kupton zhdukje më së pari sipas teje? Çka nuk kupton zhdukje? Që kjo është ka ndodhur zhdukje është bërë kthy 2021 ose di. 118 vota, po çka ka flet? Po mirë reflekton. Po çfarë reflektimi më ramos? Reflekton e heqin kryetarin e bëjnë tjetrin. Po çka është ajo? E bëjnë tjetër. Çka është? E gjeni tjetër. Ska qenë rezultat ndryshimi kryetarit. Po ata që është krizë u vërtetua sot. Nuk ka kryetari. Po pra leadership.